Në fshatin Koljakaj të Lezhës, festa Shën Markut është ndruar në një traditë të veçantë që mbledh bashkë banorë dhe mysafirë të shumë duke t'i kaluar kufijtë e besimeve dhe traditave. Kjo nis me marrë 3 vite më parë nga Kreshnik Mujeci, e përkrahur nga komuniteti, ka rikthyer frymën e bashkimit dhe ka krijuar një mundësi për të larguarit që të rikthehen dhe të përjetojnë emocionet e vendlindjes. Përgëzoj shumë organizatorët të cilët e rikthyen këtë traditë kaq të bukur, sepse ky për ne është vënë i shenjtë. Është vënë i shenjtë. Kjo është jo vetëm thjesht një simbol, por që njerëzit të rikthehen dhe bashkohen, njihen me njëri tjetrin sepse e kemi humbur shumë kontaktin poshtë lart. Kreshnik Mujeci apelon që veçanërisht të rinjtë të angazhohen më shumë për fshatin e tyre dhe të mos harrojnë rrënjët. Një mesazh kam për çunat e Lezhës, si trojat e të parëve, mas ilqoni se partë tonë kanë burra. A kullaj me thonë jam nipi filanit e mas me ken. Po duhet me amajt trollin e me amajt rajen si burri malësis madhe. Unë për sa tjetoj, e lashtole qunët e mi, besoj se trojet nuk do dilqoj, për të zjallë. Shoqata Sofra e Malësisë Rënopër me tregue përmes kryetarit Nikol Gjonin nderoi Mujecin me një certifikat mirënjohje. Certifikat mirënjohje i jepet Zotit Kreshnik Mujeci për kontributin e dhënë në komunitetin Malecajve dhe Kolajap, në promovimin e vlerave të shumë shekullore të etnisë etnokulturore të Malësisë, në realizimin e ndjenjës së identitetit si përkatësi e diçkaje. Në këtë rast, shembulli konkret të bashkëjetesës ndërfetare. Në livallet mbi Koljakaj, ku tashmë qëndron edhe një kryq i madh, festa Shën Markut vijon të dëshmojë harmoninë fetare, forcën e bashkimit dhe gëzimin e një komuniteti që ditëruaj shpirtin e tij tradicional. Me drejtësi dhe dashuri ndaj